Kurtin, Ramën, por si e pat edhe tubimin për UÇK-n, ku një nga folësit ishte edhe Ali Ahmedi, por e dua më shumë edhe tek replika Rama Kurti. Domethënë ajo që gjatë gjithë se koha që mbarsu shpërtheu. Po shumë e thjeshtë është konstrukti edhe ky. Do momente më të tjera. Nuk do flas për detajet, përbes nuk dua të merrem me këto. Për mua janë maskarada, asgjë tjetër. Nuk merrem me maskaradë. Unë jam njeri që merrem me thelbin e çështjeve. Kurti kam edhe unë dyshimet e mia, jam takuar me Kurtin, kemi folur, ka dashur të themeloj, kam qenë një ndër ato persona që kam menduar mirë, kam thënë nuk bëhet në një kushtetut, nuk shkot me ide separatiste një kushtetut që tashmë është mbyllur. Më kupton? Nuk mund të etiketohen gjërat ashtu. Megjithatë, kam edhe përgjedhje njerëzve, ka përgjedhur Kurti nga Maqedonia, ministra që kanë luftuar për vllazërim bashkimin, për të na kthyer në komunizëm, që kanë marrë projekte miliona euro për të ai ka qenë ministër, nuk mund t'ia fal Kurtit këtë kohë. Pavarësisht se kam dalur, kam folur. Ka njerëz që e duan kombin. Ka plot intelektual, vërtet ka. Ka njerëz që gjithmonë se ka emër, i ka dhënë, i ka ngritur komunizmi edhe sot ti e merr njeriu që lufton për çështje antikombëtare. S'mund të jetë kështu. Unë nuk i pranoj këto. Domethënë nuk i pranoj sepse dua shumë kombin tim. Edhe nuk ka njeri që më tund nga këto qëndrimet e mia. Kam pasur edhe kam dashur të fabrikojnë e gjëra, nuk mund të ndodh, unë jam njeri pastër, nuk kam bërë asgjë askujt. E dua kombin tim edhe duke dashur kombin tim mund t'i dua të tjerët. Ai që se do kombin e vet s'mund t'i doj asnjë komb tjetër. Këtu është problemi. Do jam njeri kozmopolit. Do shkoj, kam jetuar në Gjermani, kam jetuar gjithandaj, unë jam njeri shumë i hapur. Megjithatë, e dua kombin tim. E tani, Kurti ka qenë ai që ka qenë me mishe me shpirt, ka hedhë gaz tjetër për votimin asaj gjykate penale ndërkombëtare. E tani pse duhet të jetë Kurti fajtor, nuk e kuptoj. Cili është konstrukti këtu? Më thënë, vete votuan, tani Kurti pas ka faj. Shumë e thjeshtë është, mjafton kaq, tjera gjëra si do rrjedhin, çfarë bojnë, nuk e di. Më kupton? Unë nuk jam, e kam thënë edhe publikisht. Nuk besoj që këta njerëz, nuk besoj që absolutisht të shumë pafajshëm. Këta kanë vetëm një faj për para popullit vet, që e kanë, si them, gjithë këta, që punësime u kanë dhënë vetëm njerëzve vet. Kush nuk ka qenë me këta, ka qenë armik. Tokat, gjërat, tenderat i kanë marrë vetëm këta, nuk kanë parë meritokraci. Këta duhet përgjigjen për para popullit vet, për para nesh. Nuk ka çfarë përgjigjen të gjykata penale ndërkombëtare, se s'kan bë krime të tilla. Ne shqiptarët fatkeqësisht kemi mundur të bëjmë krime të tilla, se ne është dashur mbrohemi gjithmonë. Asnjë lloj faj, për mua janë shumë pafajshëm, duhet çlirohen, duhet trokasin për atë që janë. Po duhet përgjigjen për atë që po krijojnë një soi si sistemi jugosllav, po na diskriminojmë, ai na ka diskriminuar në bazë të shqiptar dhe slav, kush nuk ka qenë slav ka qenë i diskriminuar, ta na diskriminojnë, kush është me partinë time është i mirë, kush nuk është nuk bën. Që edhe në Shqipëri mund ndodh kjo, unë nuk jam shumë në dieni për këto, por po ta them, ta bojnë konstrukte të tilla që bindin me mediume, me gjëra, ja tani janë ilegale, thonë, për to përgjimet. Mirë po, për interes publik s'ka ilegale. Ky quni e shpifin, e bojnë asi. Jo, a quni bëri atë që ne s'mundën të bojmë si intelektual. E lam, do thotë, kemi lënë një qunë që nuk i di prapaskenat. Mund të ketë prapaskenat tjera. Po në radhë parë duket që po bën një vepër që duhet dikush ta bëj. Që se bëm ne dot. S'dia më kupton. Po, ju kuptoj, profesor, ju lutem thoni edhe diçka të fundit, ndoshta për ta mbyllur për parë në të ardhmen një dritë fund tunelit me pak pozitivitet. Siç na mblodhi goli do ta mbyllim me patriotizmin, me Serbinë që të gjithë kudo që ishim u bëm bashkë. Tani, kjo flet shumë. Çfarë mund na mbledh? Na mbledh një ide e atill, pra siç ishte si apo një njeri, si është me leta, njeriu apo një ide? Se kjo flet shumë. Desha bile ta bëj një kolumn të ditë, por kam pasur shumë ngarkesa të tjera, obligime për këtë punë.
sa do të qoftë edhe në Kërçovë që thamë, po duket, po shqiptari aborton të keqen, sidomos Kërçovar. Kërçova ka dhënë gjithmonë burra kombë, edhe Kërçova nuk do ta mbajt keqen. Edhe populli shqiptar gjithmonë është dukur neve, po ka abortuar të keqen. Shiko tani, mund t'i ndalish, ne themi, dalin edhe mes në Shkupi, ka më shumë, që them, jam pro islam, ose shiko rrugët e Shkupit ishin plot me flamuj kombëtar. Rrugët e çdo qyteti, çdo fshati, kanë qenë. Ajo flet shumë për ndjenjën kombëtare. Ky është koncepti i asaj që nuk mund ta zhbojmë ne. E kupton? Domethënë, politika na ka përqa, na si po, neve sporti na bashkon, ja arti na bashkon, kultura na bashkon, kënga na bashkon, letërsia na bashkon, shkenca na bashkon. Nuk mund ta zgjasin edhe shumë. Megjithatë ne duhet të formojmë, të vetëdijsohemi, të kemi kujdes se kujt jap, cilin ngrem, ose cilin po favorizojmë, dhe të përpiqemi të krijojmë edhe elitat mirëfillta që të mund të rezistojmë kohës. Sepse sot, zoti Balla, jemi në kohën e inteligjencës artificiale për që cila për çdo sekond bëhet edhe po zhvillohet në mënyrë marramendse. Domethënë, ne duhet të jemi edhe në hap me kohë. Këto janë probleme kyçe, edhe u them edhe një herë, ta lënë rahat Skenderbeun, atë fshat, një fshat edhe shumë fshatra të tjerë që u ka dhënë vota, se vërtet jam i prekur për fshatin tim. Pavarësisht se mua pse kam kritikuar këto fenomenet jo njerëzit, pavarësisht se gjysma nuk flasin sot, për shkak se më shohin si armik, kush nuk është me mua formula e Cezarit është, por nuk përbëjnë këto punë. Megjithatë, nuk mund të shaj dikush një fshat, siç është Cërvica me 5000 shtëpi, edhe me që këta do thotë Mërgata ka derdhur edhe po ndihmon edhe çdo parti, do thotë në kuptimin e sensit patriotik, kombëtar, them. Edhe të dalësh edhe të shash me nënë edhe me babë, që nuk ka përfituar asnjë projekt. Gjitha ne i kemi bë vetë, me mundin ton, me parën ton, me lekun ton, e kështu me datë. Domethënë, këtu tregon për nivel të ulët që unë shpresoj me që këto kanë një të mirë, këto punë që po shihen më publikisht se çfarë ka ndodhur me këta njerëz, kush na udhëheq edhe si është. Megjithatë, pra po ta them. Mund të eksportosh, ke lek, benz, ja, kemi benza plot, Shqipëria, këndeje, veturat mira, ke lek e eksporton. Mentaliteti truri nuk eksportohet, është proces që duhet ndërtuar. Duhet dikush të jetë në ballë këtyre procese njeri që vërtet ja vlen, jo të manipuloj, edhe po ndërtuam mentalitet, do dalim edhe faqe bardhë. Do dim të ndërtojmë edhe shoqëri. Këto janë pikpamjet e mia të paktë. Uroj që kjo bisedë për gjithë ata që na dëgjojnë të jetë një shkundje e mirë, aq më tepër edhe para procesit, por edhe për atë që do vinë më pas. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën e drejt për drejt e këtë diagnostikim që ju i bët shoqërisë tonë shqiptarëve atje. Edhe e vërtet atë diagnostikimin e kam nga zemra e plasur. Unë përpiqem që 20 vjet të bëj me dije se dëgjoni. Bëni kujdes. Megjithatë janë fuqishëm në tokë, fuqishëm me lek, ta prishin prokurorin speciale. Do thotë qëllimi këtyre është shpëtojnë likurën. Nëse shpëtojnë, nuk e di si do shpëtojnë. Megjithatë po ta them zoti Balla, ka edhe marrëveshje edhe politike, nuk i di me ato marrëveshje pra pasken. Gjithmonë ka marrëveshje, pavarësisht se thonë këto vjen unë se du Mickovskin. Po këta mbledhin votatorë, shkojnë bëjnë pazare me Mickovskin, e njësoj. Ose me Gruevskin, ose me atë, ose me këtë. S'dia më kupton. Do me thonë, ta po na shesin neve, do thonë, ne shitemi lirë, u japim legjitimitet dhe këta i bojnë biznese që kanë rrjedhur në për rrjetet social, në për media tani, tashmë që dijen. Do me thonë, ne emnin to. Edhe neve na japin një karamele. Do thot, a kuptove si funksionon punë. Prandaj unë falenderoj shumë mos u marr më shumë kohë, kemi shumë për të folur, por mendoj që në vijat përgjithshme dekonstruktova një fenomen që po ndodh këtu e 30 vjet. Faleminderit shumë profesor, dhe uroj që të flasim sërish
edhe të ketë sa më shumë ndërgjegjësim, sepse ashtu sikur thatë edhe ju një ditë do Ju lutem shumë, do thotë edhe njëri bëj thirrje publike qeverisë Rama Edi Rama të dënoj ashpër ata që shajnë heronjë tonë kombëtar. Kushdo në këtë rast Skënderbeun, por nuk guxojmë ne të nëpërkëmbëjmë dhe shajmë figurat tona që në kanë qenë frymëzim edhe që kanë qenë baza e ekzistencës së kombit tonë në fazat historike të vështira që kemi kaluar ne gjithmonë. Kjo është shumë e rëndë. Kjo shiko, po ta shaj dikush profetin Muhammed, kupto me Hebdon që ndodhi me gjithë. Është po e njëjta sikur çash profetin Muhammed. Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, ju uroj gjithë mirat edhe sukses në punën tuaj. Faleminderit. Gjithashtu